po rikthehemi Po në rikthehemi studio. fuqishëm, po rikthehemi në studio. Miq dashur, mos harroni ora saktë 10:23 minuta, sepse ne tani kemi një energji të shumtë, se përse më thuaj Valbona, përse. Them drejtore sepse sot në studio kemi një personazh të cilin shumë nga ju shikues e njihni në intervista, e njihni si autor, e njihni poshtë si një këshillues, jetë, frymëzues, një udhërrëfyes. Mirë, po jam shumë e lumtur që kemi në studio sepse do të flasim se si ta ndryshojmë jetën tonë për së mirë. Pikërisht për tema që e diskutuam sot, miq dashur. Ai është një personazh i cili ka lindur në Gostivar, që ka pasur shumë sfida të ndryshme në jetë, nga bullizmi, dhuna, pas luftës, po ashtu edhe shumë vështirësi tjera. Shumë vështirësi që ka hasur në jetë, pasi është larguar edhe nga lufta, ka shkuar në Londër atje miq dashur, edhe atje e ka gjetur veten edhe të pastre, po se si ky njeri që e kemi këtu në studio, që do të diskutojmë, i kaloi gjithë ta sfida dhe doli mbi sfidat, duke u marrë me ato apo duke pa përpara. Do të na tregon për fillimin e tij të ri, sepse tema e ditës tonë ka qenë fuqia e një fillimi të ri, mirë po do të na tregon së bashku me ne në studio Toni Jeton Selimi, autor dhe një këshillues, life coach. Të themi Mr. kështu. Toni, të thrasim kështu. Si të duash. Mirëmëngjesit dhe mirë se erdhën në emisionin e mëngjesit. Mirëmëngjesi dhe mirë se ju gjeta të dyve. Është kënaqësi të kemi në studio, unë gjithmonë kur është Toni në Maqedoni jam ajo, Toni je në Maqedoni do vish, do Më bëjmë tha që nga dita e premte më tha, drejtoro, dish që do e kemi në emision, thash, komoj Valbona më thoj, Toni, po thash, si moj Toni, na i ka shkruar gati 7 libra, dhe unë kërkoj ndjes, po e them publikisht sepse nuk kam lexuar asnjë, sepse shumica e librave që i ke Tani do t'i shkruar, lexosh. i kemi në gjuhën angleze, shumica dhe me gjuhën angleze nuk qëndrojmë edhe aq mirë për ta zbërthyer, Ke por jetuar shpresoj në Amerikë. Kam jetuar, kam jetuar, kam shkuar, kam bërë vizit, por shpresoj që kur do të përkthehen, sepse janë libra shumë të thellë dhe duhet në gjuhën anëtare për t'i kuptuar, por ne për këto do të diskutojmë konkretisht këtu në studio me Mr. Tonin. Toni, mirë se erdhe edhe një herë dhe më thuaj si e gjete Maqedoninë. Çdo herë kur vin Maqedoni ka çështje shumë gjëra të mira. Borllog më shumë, Po gjithashtu ka borllog, ka sende që duhet atë pastrohen, ajo fillon me mendjen e njeriut. Mendja e njeriut është e çuditshme. Ne themi shumë filozofë dhe shumë shkrimtarë kanë thënë mos u merr me të kaluarën sepse nuk sheh përpara. A është ky parimi jot në jetë? Unë kam një mendim tjetër. Tjetër. Do të thënë, nëse merresh me të kaluarën, merr kur të paguajnë. Kur të paguajnë. Shumë mirë. Nëse të paguajnë merru. Nëse jo, merr. Këtë Shqipër mendim ata me dhe klientëve të mi. Do të thënë se ata normal investojnë të punojnë për gjëra shumë të mëdha, do të thënë gjëra që va çojnë jetën më mirë. Është nga ana e jetës mendore, shëndetit mendor, shëndetit emocional, apo biznesit, karrierës, marrëdhënies, në financave ose një vizion të madh që kanë botë dhe dëshirojnë ta krijojmë atë vizion. Por kur vjen ke puna gjëja kryesore, kthehen te mendja. Do të thonë çdo gjë Çdo gjë nis te mendja. Ktu i kemi tek mendja. Nëse e kemi mendjen e shëndosh, atëherë sigurisht që edhe trupi do të jetojë i shëndosh. Edhe pleqet na kanë thënë këtë, prej zvogël. Po, prej zvogël e kam Trupi patur. shëndosh, Si trupi refren shëndosh. e kemi patur, po. Korrekt. Gjithmonë na thonin vish çerrape se do ftohesh, se dhe sëmundjet vijnë nga këmba. Nga këmba, korrekt. Nga këmba. Unë dash gjithmonë të pyes Tonin, në fakt këtë pyetje e kam pasur një kohë shumë të gjatë, sepse je një life coach, je një person i cili ndryshon jetë të shumë klientëve, ndryshon jetë të shumë lexuesve që i lexojnë librat e tu, mirë po, Toni, ti kë e ke life coach? Ti ku inspirosh, ti ku e gjen qetësinë tënde? Si e ke, si ballafaqohesh me problematikat e përditshmërisë tënde? Ku gjen mbështetje? Së pari, Valbona, u rita me një familje tepër punëtore. Në ish Jugosllavi kishim shumë më ndryshe vlerat tona. Do të thënë vlera e punës, atë kena përgjithësi në familje. Po. Dhe në shkollë, për shembull, isha majs gjumë. Dhe prindërit e mi fillon të investojnë në profesorë ose arsimtar privat prej shkollës fillore. Dhe me thënë, kur isha në shkollën fillore, do të kisha arsimtar që do të mësoshin jashtë shkollës. Jashtë orarit të shkollës ke patur. Kur isha në shkollën mesme, kisha profesor, do të thënë, shkollën e mesme e Krivan Korçakrin, gjuhën maqedone, dhe kisha profesor fakultetit Shkupit të matematikës, që trajnonin. Dhe normal, fillova pastaj hyna në fakultetin më të mirë të inxhinierisë në Zagreb. Më thënë e marra vendin e parë, se atëherë kishim provimet pranuese, dhe gjithë kjo më bëni atë psikologjinë dhe të shëndetshme që do të thënë gjithmonë investo në dituri dhe në ndryshimin e trurit, ndryshimin e mendimeve, ndryshimin
dhe zhvillimin e vlerave sipas jetës dhe një vizioni që dëshirojmë të kryejmë. Do të thënë, që do të thotë, sa më shumë ndryshime në jetë të kemi, dhe duhet njeriu që të lidhet me ato për të patur perceptime më të mira dhe për të ecur më përpara. Dhe të zgjedhë, se ne mund të, do të thënë, çdo një ka sfida. Çka përcakton a bëhesh i successhëm, i shëndetshëm dhe një njeri më i mirë se dje, është çfarë zgjedhje merr kur sfidat më të mëdha të vinë në jetë. Do të thënë, ne kina shumica e njerëzve kur bisedoj, ata mendojnë se kanë fuqinë të zgjedhin një mendim tjetër, një vlerë tjetër që ndoshta kundërshton me atë që mendon për veten, ose për të tjerët, ose për punën, për karrierën, për partnerin. Do të thënë, ne kina fuqinë dhe inteligjencën hymnore që vetë Zoti na ka dhënë gjithë neve. Pyetja është, a përpunojmë, a e zhvillojmë dhe a përdorim në mënyrë që të jep gjëja dhe që i plotëson qëllimet jetësore. Interesante. Sa shumë e gjej veten kur Interesante se sa e flitet. thellë është, Po. por ndonjëherë i abstrahojmë, i kalojmë shumë gjëra të cilat Korrekt. na e prekin në jetë, po i kalojmë shumë thjesht, sepse nuk dim të futemi brenda. Dhe jeni ju ata që u hiqni këtë perdë, të themi të thjesht, nëpërmjet konsultimeve tuaja sepse kemi lexova disa informacione që ka shumë njerëz të suksesshëm në botë, Lider që janë botror. lider botror, që janë CEO, që kanë krijuar kompani me miliarda dhe mund të jetë një gur i vogël në këmbë që e shqetëson që nuk e lejon të sheh përpara. Ne diskutuam në fillim të emisionit sepse qëllimet në jetë i kemi shumë madhore. Por ne themi ideja nga plani në realizim Ka humbën- shumë një po, urë e humbën- madhe, është. Humbën ideja, gjithmonë humbën 8-2. Por sepse ne si shoqëri merremi gjithmonë me gjëra të vogla, me degët të vogla që na pengojnë dhe nuk si e shohim kemi përpara. kokën të poshtë, Si nuk e do ngrisim duhet? kokën të shohim Po si do rrugtimin duhet tonë. t'i abstrahojmë këto plak të shkurtra në jetë që na pengojnë për t'i abstrahuar dhe për shkuar direkt te qëllimi ku e kemi. Së pari ne Duhet nuk mund të përgatitje jena njerë, fillimisht. pasqyrja e vetes. Do të thënë, prandaj edhe kanë zhvilluar dhe kanë kriju pasqyrën. Për të parë veten. Për të parë veten. Për të thënë një Për monolog të thënë me një monolog vetvete. me veten, por gjithashtu ne nëse nuk e shohim pasqyrën, ne asnjëherë nuk do e kuptojmë se si janë fytyrë. Ne mund të shohim poshtë me sy, por nuk mund të shohim brapa. E njëjta gjë nëse shohim në jetën ditore. Në një vetur pa pasqyra që i ke, Nuk dim çfarë nuk do të shkojë, ose çka shkojnë, po te bësh dëm për të tjerët. sigurisht. E njëjta gjë, ne nëse nuk kena atë pasqyrë, nëse nuk punojmë me veten, ne nuk mund të përputhim veten me gjë që mund t'i kryejmë. Për shkak se psikologjia është një labirint tepër i madh, nuk është i vogël. Dhe ti nëse ke diçka në dije, ti mund të marrësh disa hapa. Por psikologjia më e rëndësishme është nën vetdia. Do të thënë njeriu nuk mund të hyjë në ato, prandaj ne si eksperta vazhdojmë me shkollimin, me trajnimet, me ndryshme që mund të mësojmë gjithë metodat, si mund të ta nxjerrim gjëra që janë nën psikologji, e jo vetëdijshme që ata pastaj ti mund të marrësh hapa. Për ndryshe këta programe Nën vetdijen ta bëjmë primare që të vazhdojmë të po ta ecim dim përpara. ti vin, do të thonë ti vin gjithë këta besimet, mendimet që janë konflikte nën vetdije, gjithë këta trauma, se çdo njeri ka trauma. Por për shumica e njerëzve këto trauma fillojnë pastaj të jenë pozici kryesore e jetës të tyre. Mirë, unë do të ta pyes konkretisht për këtë pyetje se më ndëlidhet me Kënaqur kur pyetjen. shtoni në studio, jam më kështu thotë, në një çfarë do terapi. thotë për ty? Sepse ti ke kaluar një jetë shumë të vështirë. Që nga nisja jote, që nga Gostivari, sepse të kemi nga Gostivari me origjinë, ke kaluar shumë peripeci në jetë dhe tani gjithë këta gjëra që i ke përjetuar në jetë, dikur ke qenë një viktim këtu. I kohës, i sistemit, i pushtetit, i ndryshimeve që dhe tash ti nga viktima je bërë krijues. Ke një rrugë shumë interesante. Si e pëllëcite atë babullin që të ka preokupuar, si dole shpërtheve dhe tani e bërë një udhërofyes për të tjerët. Kur Valbomna më dërgoi mesazh, njëtën kohë mora një kërkim prej konferencës TEDx-it që t'jap një fjalim për temën belonging. Në gjuhën shqipe. Belonging që na përket, Për këtë shmëri, po. Jo, ne Që na përket ne diçka. how do we belong? Si e shohim ne veten në një rreth, a dukem a jam në jam rrethin adekuat për përputhje këtë aty, vend? a është adekuat, ose unë nuk ndjem mirë me vendin. Ajo vendi është edhe rrethina,
po është edhe familja, po është edhe partneri, është edhe shoqëria, janë edhe shkollat dhe në përgjithësi gjithë shteti. Sa përshtatemi në Sa fakt, përshtatemi në me rrethin. këtë sen. Do me thënë, prej zvogli, unë kam qenë tepër kurioztar. Do me thënë kurioztar për shkencën, kurioztar për yjet, kurioztar për gjërat dhe kjo do ta nisi fjalimin tet. Do me thënë, nisën disa prej nesh, do me thënë si fëmijë, ne shohim shumë gjëra. Dhe disa ne perceptojmë bëjna kurioztar edhe dëshirojmë të dim diçka. Dhe unë u rrita me shumë njerëz spiritual rreth meje. Po gjithashtu edhe gjyshi, ata gjithmonë kanë lexuar libra. Do me thënë, libri ti ta ndryshon psikologjinë në mënyrë që s'mund ta paramendosh. Unë kam lexuar mbi 30.000 libra. Do me thënë, 30.000 libra janë 30.000 njerëz që kam studiuar gjëra që më kanë dhënë mendime. Do me thënë, ajo nuk është një gjë që ndodh me një herë. Është proces gradual. I cili vjen. Po, gjëra që më kam ndihmuar për së tepërmi, së pari gjithmonë kam munduar të jem më i mirë në shkollë. Do me thënë, prindët ma zhytën atë sen, do me thënë, nëse dëshiron të ndryshosh jetën, shkollimi është gjëja e parë. Ata punuan 18 orë, 20 orë në restorane. Do me thënë, edhe ne dhe pushimet i kalojshim në restorane duke punuar. Do me thënë, shprehja e punës dhe mendimi e rëndësishme për edukatën, disiplina, fokusi, prej zvogli kam pas. Ajo nuk do me thënë çdo fëmijë ke. Do të thënë, temeli bazë i Temeli bazë, por prandaj kur bisedoj me njerëz, do me thënë, prindët mund t'japin çdo fëmijë të njëjtin temel. Disa fëmijë e marrin, disa fëmijë se marrin. Edhe kjo është në çdo familje edhe në familjen time. Do me thënë, si kush e ka, do me thënë, një drejtim të vetën. Po unë nuk u ndala në këto sfida. Do me thënë, gjithmonë i përballoja. Normal, në atë kohë ne nuk i kishim podcastet dhe internetin, kushtet e sotme. Do me thënë, unë u zhyta shkencës. Po gjithashtu u zhyta të kuptoj spiritualizmin. Të kuptoj, do me thënë, ndryshimet, për shembull nga feja islame, po gjithashtu në familje bektashiane. Dusha ti kuptoj mendimet. Cilat janë dallimet? Po dallimet nuk janë të ndajja. Do me thënë, ke dashur që të kuptosh korrekt, kam dashur ta kuptoj. Për shembull, shumica e njerëzve më tregojnë se janë musliman, por bëjnë gjëra të këqija. I shefti me vepra e bëjnë gjëra të këqija dhe shkojnë falen. Unë e pisha për pyetjen, do me thënë, nëse Zoti na ka kriju para çdo religioni. Do me thënë, ne kena qenë si njerëzit, do me thënë. Do me thënë, religioni është një libër. Një gjë që mund të autone të kena një përputhje me veten, dhe ti është, do të thënë, përputhje me krijuesin. Ama vepra e njeriut është ajo që e dallon. Nuk është religion. Do me thënë, unë tash kam studiuar gjithë religionet. Do me thënë, mas paku 7 religione e kam studiuar. Pse? Pse punoj me njerëz prej çdo feje. Dhe ata gjithë kanë gjëra përbashkëta kanë. Do me thënë, nëse ne me të vërtetë nderojmë Zotin, fjalori jonë na tregon atë. Do me thënë, si sjellena me njërin tjetrin, si sjellena me vlla, vlla me motër, motër me vlla, mbesa, daja, tezet, hallat, si sjellena në shoqëri. Unë gjithmonë them religioni është shumë i vogël nëse ti je një person shumë negativ. Do me thonë, nuk luan rol ndonjëherë religioni, sa luan rol karakteri një njeriu, mirësjellja e tij. Do me thonë, pikërisht karakteri i njeriu është ai i cili e lartëson edhe religionin. Pikërisht. Karakteri, sjellja, korrekt. Tani unë dua të ndalim pak edhe tek këto seancat që i mban ti, sepse unë detesta bëj një seancë, domethënë terapeutike dhe ashtu frymëzuese. E kena tash publike një seancë. Do ta testojmë këtu apo jo? Apo pas emisionit do problem. Do ta bëjmë pas emisionit. Unë jam mëse e hapur, jam një libër kështu i hapur me sekretet e mia që i mbaj për vete normalisht, mirë po unë dua pak të ndalem tek këto seancat që i krijon ti, sepse siç e përmendët më përpara, ka shumë njerëz që kanë trauma të shumta, të cilat i bartin nga fëmijëria, po ashtu kemi tash të themi këto problematikat e dekadës së fundit, janë këto manifestimet, po ashtu janë edhe burnout nga mbi karkesa e punës, jetës sfiduese, jeta dinamike. Më thuaj, cilat janë problematikat më të shpeshta që i gjen në klientat e tu? Problematikat e fundit, të themi kështu, të viteve të fundit, të cilat apo kanë trende më shumë, a? Trende, sepse nuk dua të tingëlloj në fakt mos informuese, mirë po edhe depresioni ka marrë një konotacion të ndryshëm. Jo shumë njerëz vuajnë nga depresioni, ndoshta kanë ankth, ataket e panikut, mirë po e trajtojnë ose po e si një depresion. Të flasim pak për këto problematikat më të shpeshta që ndodhin dhe kërkesat më të mëdha që i merr edhe nga klientët, të cilët synojnë që të bëjnë lider dhe të janë më të suksesshëm në jetë. Çdo klient që kam, do të thënë problemet dhe eksperienca ata që kanë me një problem ose me një sfidë është unikate.
Dhe më thënë, gjithë që i përmende, por gjithashtu nëse nisim të ankthi, të alkoholi, të bigjozi, të gjithë gjëra që njeriu në kohën e sotshme i kalon, por gjithashtu një gjë që se kena pas ne si fëmijë. Dhe më thënë, ne s'kena pas teknologjinë dhe informatat në dorën tonë. Dhe më thënë, tash truri duhet përpunone një jetë dinamike që ka shku me 1,000,000% prej jetës ne që kena jetu dhe prindët tonë që e kanë jetu. Me thënë tash, truri duhet t'i përpunone këta informata në mënyrë të shëndetshme. Me fat keq, ti nëse keni psikologji që nuk e ke krijuar të kesh psikologji shëndetshme, gjithë këto informata do t'japin edhe anktin, edhe depresionin, edhe shqetësimin në bete, edhe ti një gjë e mendon po e bën një gjë tjetër. Me thënë nuk ka përputhje me veten autentike. Do të thënë fillojmë të kryejmë maska të ndryshme. Maska të ndryshme do dalin në shoqëri, e ndonjë një maskë rregulloheme dhe brenda jo mi kalvët. Atëherë, më provokove me këtë sepse jemi gjenerata tas të asaj kohe kur nuk ekzistonte teknologjia, sepse nëse dëshironim të merrim ndonjë informacion, i qasëshim librit, e zbërthenim dhe e dinim informacionin e saktë apo të gabuar, varet prej perceptimit të njeriu. Domethënë, me sa e kuptova, ne jemi ura lidhse mes të kaluarës dhe kësaj epokës që vjen. Po si duhet ne t'i marrim këta që të mos stresohemi? Duhet t'i marrim shumë lehtësisht me që jemi ai brigji që kalojmë prej në atë kohë deri në këtë kohë të cilën nuk e dim se si ku do zhvillohet. A duhet t'i marrim me shumë stres këta gjëra? Apo së pari kthena prapë te psikologjia. Ne kur fillojmë të jetojmë një jetë autentike me dinjim, po gjithashtu me një qëllim, me vizion të qartë të jetës tonë. Domethënë, vizioni i qartë është të merresh me vetveten dhe kena ne plot informata. Unë ndaj shumë informata që njerëzit që nuk kanë mundësi të punojnë me eksperta, domethënë ata mund ta fillojnë rrugën e tyre të ndryshimit dhe zhvillimit personal. Domethënë, sefte ne kur nisim në mision. Domethënë, nëse unë Valbona nuk më thonte eja te Alsati e në një intervistë. Unë s'do kishte asnjë farë drejtim ku të shkoj. Domethënë, e njëjta gjë, nëse ne si njerëz, si qenie njerëzore, nuk ulena dhe të qartësojmë çka dua unë jetën shpirtërore time. Si ndjem unë si fetar ose shumica e njerëzve në kohën e sotme që janë spirituale. S'ka lidhje se çfarë mendimi kanë nga ana besimit personal, është subjektive. Domethënë, ulëm me veten, çka ajo do të thonë me mua. Domethënë, nëse jam unë me të vërtetë në përputhje me dieni që Zoti na ka dhënë. Kush jam unë ai njeri? Edhe fillot qartësosh atë sen. Edhe prapa e shef jetën tënde. Domethënë, pasqyra më kryesore është jeta jote. Domethënë, çka ndodh jashtë vetes. Shumica e njerëzve nuk është pak egoizëm kjo? Prit pak. Më duket jo. Për disa dëgjoj, më duket sikur. Ani, do vim edhe aty do vim. Domethënë, pasqyra, nëse jetën që e ke kriju është pasqyra. Domethënë, çdo gjë në atë jetë, a profesioni, a familjet, a konfliktet, a je vetë në kohën e sotshme shumica e trinjve s'kan partnera. Domethënë edhe prindët në gjeneratat tonë, ata janë mësuar që fëmijët martohen 22 vjet, 23 vjet. Tash që kanë vajzat 27, 28, 30, 35, asnjë s'u marton. Edhe kur bisedoj me të rinjt, posaçërisht kur prindët i bin të rinjt e tyre, ka një pritshmëri që është bë e rreshme më. Ajo pritshmëri që ne dhe prindët tonë që ka pas, nuk është as pritshmëria e një jetës dinamike se si ndryshon. Shumica e femrave fuqizojnë veten. E fuqizojnë veten, domethënë dëshirojnë të kenë para. Mrapa kur bisedoj me prindët më thonë patjetër ti është e pavarshme, dhe ata normal shkojnë karrierën, mbarojnë fakultetin, fillojnë të dhe më bëjnë 35 vjeçar. Edhe mrapa prindët thonë pse s'ju martu. Sepse u përkushtu të profesion. Po jo se u përkushtu, po çdo ditë ta thonë atë fjalë më e bë këtë sen. Pastaj kur e bëj pse se bën. Domethënë pra kthen ata është qëllimi personal. Nëse ti ke qartësi nga ana e punës shpirtërore, qartësi nga ana e mendjes tënde, domethënë çdo ditë ne mendojmë mbi 75.000 fjalë në kokën tonë. Që na qarkullojnë. Domethënë shumica e njerëzve kur më thuan mua sa kohë duhet të punoj me ty, thash e kupton ti matematikën e psikologjisë. Kur vaboj matematikën tabel, thash këta informata tash duhet të zgjedhin. 75 fjali qarkullojnë. Ajo është njeriu normal. Domethënë ne në emision i kemi pak më tepër, 100.000. Korrekt. Ka njerëz që kanë 125.000, 130.000. Domethënë këta janë shumë informata që truri duhet i përpunone. Dhe truri nuk i merr gjithë këto informata. Domethënë shumica e informata bëhen delete, i hek truri, i fshin, edhe hiç as nuk i mendon. Domethënë është automatikisht një proces.
Informata tjera shkojnë nëpërmes filterat e ndryshme që e kena zhvilluar ne gjatë psikologjisë tonë tani jetën. Domethënë ashtu, disa informata do të ndryshojnë, domethënë perceptimi i informatës do të ndryshë. Edhe pse unë jam këtu, domethënë unë perceptimi të dy juve është i ndryshëm. Perceptimi juve ndaj meje është i ndryshëm. Domethënë truri i bën gjithë këta, domethënë kalkulime. Korrekt. Edhe më në fund i merr 7 bit në gjuhën e matematikës e informatikës brenda. Pjesa tjetër e abstraktë. Pjesa që është diku në përthru. Pjesa tjetër afër 80% informata shkojnë në vetdije. Dhe këta informata pastaj bëhen vozitësi, se thash parës, i jetës tuaj, po me ditë pse ti janë këta evente të ndryshme që domethënë ti ndryshon partnerin por problemet vijnë të njëjta. E ndryshon punën, problemet vijnë të njëjta. Do thotë paqartësi që i kemi përderisa nuk i nxjerrim, ti diskutojmë dhe të japim qëllim vetes, ne do vazhdojmë të bëjmë. E treta është domethënë gjendja emocionale. Domethënë shumica e njerëzve nuk kanë asnjë farë marrëdhënie me qenien e vete emocionale dhe ta kuptojnë çka është ajo. Domethënë dhe neglizhenca emocionale. Është e rëndësishme. Absolutisht. E plasin. Pse? Pse nëse shkoj tash nga ana e mekanikës kuantike, nga ana e fizikës, nga ana e ligjeve universale, unë do ta tregoj pse është e zgjedhur. Na duhet neve një 5 orë emision, ka formula që domethënë ne nuk jemi në përputhje me jetën. Jeta çdo gjë që është në jetë. Domethënë emocionet janë që krijojnë atë vibracion. Domethënë kur i thojmë ne kena një vend të pozitiv, domethënë ndajmë. Domethënë ajo është pjesa e jonë që janë në rezonancë me njëri tjetrin. Prandaj krijojmë këtë. Mos kisha pas besim te Valbona, unë nuk do isha këtu. Sigurisht. Tam. Ty s'kam njeh. Domethënë ajo neve na krijon që afrona se tërhiqen apo një. Është të quajtur vibes. Vibes, Vibes që përcjellin. Edhe tjetra është domethënë ne gjithmonë kena një gjë të krijojmë diçka në profesion ose në biznes. Domethënë disa njerëz janë shumë të mirë në profesione, disa njerëz janë sipërmarrës, bëjnë sipërmarrës. Dhe ka njerëz që janë bën miliardera që s'kan asnjë farë shkolle. Por e kanë domethënë atë qëllimin e biznesit, kanë një vizion, kanë një dëshirë që zgjedhin një problem shumë të madh. Për mua parat është asgjë përveç se të kesh ke një dituri që mund zgjedhësh një problem shumë njerëz që kanë. Aty vin paraja të njeriu. Edhe pastaj gjëja e fundit që do të them, domethënë është edhe financat. Nëse ti nuk ke financa, domethënë me veten ti nuk je mirë. Se nuk e gjim rehatin sepse nuk je rehat, po çka se jeta kërkon. Po nga ana tjetër toni, ke pasur klientë të cilët kur kanë arritur majat e tyre të suksesit, të financave, të themi edhe të raporteve familjare, gjithçka tjetër, kanë ndryshuar. Sepse paraja në fund të ditës e ndryshon njeriu. Qoftë në konotacionin negativ, që më shpesh ndodh në konotacionin negativ, qoftë edhe në atë pozitiv. Ndodh shumë shpesh që pasi që të arrin një sukses, ndryshon ajo krejt ky temeli që formson deri në arritjen e qëllimit. Prap kthena te individi. Nuk është një gjë që përfshin çdo njeri. Pse? Për shkak se ti nëse je me vetveten në korrupsion. Domethënë je një njeri që gjithmonë ke gjëra të likta në vete dhe kur takon njerëz ti gjithmonë i ke të sjellja, paraja do të zmallone këta sende. Ti hiperbolizon edhe më shumë. Edhe më tepër, korrekt. Po ti nëse pres vogël ke një mirësi, pa marrë parasysh ka njerëz që thonë për ty ose çka të bëjnë ose të japin sfida të ndryshme, të flasin gjëra që të lëndojnë. Domethënë të lëndojnë me fjalë. Njeriu lëndon njeriu me fjalë, më tepër se sa me tepër. Edhe ti nëse ke qenë njëri, kur vin me para, më tepër, ti nuk prishesh për paras. Por shiqon se si mund ta përdorish atë para që të bësh një ndihmë shumë të madhe sociale në botë. Domethënë nuk është paraja, se këtë bisedë kam pas qenë në Kostivar. Me gardenierin e shtëpisë time. Domethënë ai është një me të vërtetë është personazh frymëzues. Kishte një sfidë të madhe me vajzën e tij, që ishte vajza e parë që u lind me tmetë të zemrës. Edhe ata bën një operacion të madh dhe krijojnë shumë fondacione. Dhe më çitin kafe më çitin. Shumë pagu. Jo. Ta nderoj mendimin tan. Edhe domethënë nga ana e paras ai gjithë zgjidhje. Jo se zgjidhje, por nuk i jep vetvetes liri që të krijonë sa më tepër. Edhe unë i dash një sfidë tash. E stepën. Për shkak se shumica e njerëzit frikën nëse unë kam shumë para bën njëri keq. Për shkak se ti shef veprat e njerëz me para që ti i gjykon, i paragjykon dhe dia jote, edhe ajo mirësia jote nuk don të lidhet veten me një gjë që lidhet me para. Kjo është një gjë e rreshme.
Pse? Për shkak se I thash edhe njeriu ti thash. Njeriu I mirë, me ata para ti mund ndihmosh me mia njerëz si vajza jote në spital. Me të mund të paguash gjërat në për spitalet, familje që nuk mund të krijojnë. Do të thënë nuk është paraja. Është kush je kur paraja të vinë në jetë. Kemi edhe shumë barinj, për shembull në vendet tona, të cilët janë shumë të kamur, të trashëguar, dhe prap brezat e rinj zgjedhin të vazhdojnë punën dhe lumturinë e gjejnë konkretisht me baktin. Sepse e ka bërë gjyshi, stërgjyshi, babai dhe vazhdon ta gjejnë lumturinë aty. Unë njoh shumë njerëz kështu. Unë jam e bindur që ata kanë psikologjinë më të fortë se sa shumë njerëz të cilët ballafaqohen me shumë suksesa apo shumë sfida të ndryshme të karrierës në jetë, ata kanë paqen me veten më shumë. Unë do pak të ndalim tek librat. I kemi edhe minutat kështu gati. I kemi në fund, apo vetëm do t'i përmendim. Ti përmendim libra sepse janë të shumë dhe unë uroj dhe shpresoj që një ditë do t'i kemi edhe në gjuhën shqipe të gjitha librat, siç e përmenda në fillim të emisionit, sepse jam shumë kurreshtar, jo vetëm unë, por jemi shumë njerëz të cilët jemi kurreshtar për t'i lexuar. Anglisht mund të lexojmë, por sa do kuptojmë. Ta marrim atë thelbin në fakt. 5 libra të tonit tuaj personale dhe 2 të tjera të cilat janë në bashkëpunim me autor tjerë, në total 7 libra. Më thuaj libri i fundit është Climb Greater Heights, pra ngjitja e majave më të larta, më të mira. Dhe më thënë libri i fundit është posaçërisht për bizneset, për liderat dhe sipërmarrësit. Dhe më thënë si mund të zhvillosh një biznes në majat më të larta. Dhe kush je ti si lider kur hyn në majat më të larta, çfarë vizioni ke? Se shumë ndryshe është vizioni kur jete në fushë, shumë ndryshe është kur jete në majt të malit edhe që mund të shohësh çdo gjë. Ne ta gjevin në biznes. Do të thënë biznesi ka 12 shtylla, 12 hapa që i shkruar, që për 14 vjet ku kam ndihmuar njerëzit të zhvillojnë biznesa 1 milionshë, 10 milionshë, 100 milionshë e në 1 miliard. Do të thënë të njëjtën metodologji që po kam ndihmuar njerëzve, tash e ndaj për herë të parë me gjithë botën. Do të thënë se tash jetojmë në një epokë tepër me plot, do të thënë ideat ndryshme dhe me plot mundësi që ti mund të zhvillosh një biznes global. Do të thënë kena teknologjinë, kena mësimet, kena YouTube-et, kena kurse, kena libra, kena sende. Bota është një fshat global. Me një fshat global. Do të thënë pa marrë parasysh ku jam në botë, edhe në trojet tona. Do të thënë ne kena mundësi tash të krijojmë një biznes me vizion global. Edhe shumica e njerëzve sefte nuk e kanë parimet, strategjinë, plan programin, qartësinë. Do të thënë ky libër të jep 12 shtylla. Unë garantoj çdo njeri, nëse i vazhdon çdo ditë i aplikon këta 12 shtylla, 12 hapa në biznes, ti do të krijosh një biznes me 7 cifra, 8 cifra, 9 cifra dhe më tepër. Interesant, ëh? Do e lëm në studion, do bëhemi biznesmen. Ta lexojmë, do duhet ta lexojmë. Shpresoj që do të na vijë një ditë sa më para në gjuhën shqipe. Për të zbërthyer, po më thuaj, ke klient nga Maqedonia? Po, në gjithë botën. Përveç se jashtë Maqedonisë, domethënë ka njerëz të cilët kanë dëshirë. Prej 2014, kur fillova, kur e publikova librin e parë, domethënë njerëzit kur e panë se unë u largova prej fushës teknologjike, gjithashtu ata e kanë ditë se unë kam bërë tepër shërime me njerëz, domethënë shërime psikologjike dhe bioenergjetike, gjatë punës time në teknologji. Dhe kur unë përkushtova 100% kësaj punës, do të thënë gjithashtu bëna një ndër ekspertët më të mirë të sjelljes njerëzore. Do të thënë ajo është një fushë tepër e gjerë që duhet të studiosh me vite derisa ta marrësh titullin. Edhe në vitin e fundit tash njerëzit klientët në Hollywood më thuajnë Dior i zhvillimit personal. Do të thënë edhe nga ana e investimeve që duhet, por gjithashtu nga ana e punës që është shumë me fokus, me precioz, me dieni, me ekspertizë, me gjëra që kur i fokusoj klientët, ata krijojnë çdo mrekulli që ata dëshirojnë ta krijojnë ose i zgjedhin problemet që i mbysin. Toni, më thuaj, ndonjë rast të veçantë që ke patur sukses apo nuk ke patur sukses? Njerëzit që investojnë te eksperta investojnë të krijojnë sukses. Domethënë nuk kam unë klienta që kam punuar. E kam fjalën ndonjë rast të çuditshëm që nuk e ditur se. Të tregoj një rast që është më tepër që njeriu mund të lidhet më tepër. Domethënë se kam unë shumë klienta që janë në Hollywood, kam klienta që janë politikan, kam klienta, domethënë në atë nivel, po jo çdo njeriu është në atë nivel. Mund të të jap një shembull, një klient që mund
direkt ta them edhe emrin se me disa klienta ne I kena kontrakta me kena, domethënë zbucojnë tani. Po një klient që është një inxhinier I gasit dhe I naftës. Domethënë ai para 10 vjetëve erdhi unë me OCD, pure OCD. Domethënë një smundje OCD, obsessive compulsive disorder. Domethënë që shumica e njerëzve thonë se s'ka shërim. Domethënë edhe pure OCD, domethënë unë të shoh ty e mendoj se ta kom vrabavën. Edhe për mua ajo është realitet. Domethënë ajo është shumë gjëja më se ne gjithë jena pak OCD, domethënë ne kena OCD të shëndetshme. Po gjithashtu ai kishte edhe epilepsin. Dhe kishte shumë domethënë probleme nga ana e profesionit. Domethënë ai erdhi në trajnim ku bëna një trajnim me shumë njerëz të Body Mind Spirit Festivalin në Londër. Edhe mbeti I fundit, domethënë është unë jam I shkurt. Është like 2.20 m. Edhe në fund ti mund ta shohësh, është një sallë e madhe, ki afër 400-500 njerëz, edhe ti dallon njeriu që është aq I lartë. Edhe ai priti gjithë që shkojnë në shkruajnë libra, njerëzit bleshin libra, në shkruajnë libra, fotografi, ajo rreti deri I fundit e unë isha veç me ekipën që kanë filmit edhe sekretareshën time. Na erdhi direkt edhe unë jam ulur që kështu do të shkruaj libra, edhe çove kështu. Edhe tha, sot do të bëj vetvrasje. Tha, pasi e ndëgjova fjalimin tënd, besoj se kam pak shans të ma shpëtoj jetën. Jetoj. Edhe tash në profesionin tonë, si zakonisht duhet të lajmërojmë policinë ose të lajmërojmë diçka tjetër. Në që bëj, edhe bëna shaka, tash paguj dhe me njerë bëjmë në sesione, s'ka problem, a me njerë pagujti, I pëm në sesion, si zakonisht sesionet janë 2 orë, ne vazhdojmë 4 orë, unë nuk ndala. Se disha se me të vërtet, se ki do të bëne vetvrasje, s'ka... Ja kështë dhënë qëllimin të rurit. Aja kështë dhënë qëllimin të rurit për shkak se 20 vjetë ka jetu me këtë smundje, gjithashtu në epilepsi, gjithashtu dhe me thënë ti mund të shkosh në punë ose të shkosh diçka, pa më pas dhe me thënë ndihmën e familjes. Por njëri suksesshëm në biznes? Korrekt, edhe I hupi djetë, edhe e mbajten me hafa, dhe me thënë. Edhe tash erdhi ati, I tha vetes unë më kështu nuk jetoj. Edhe erdhi të trajnimin. Tash, në ata 4 orë, shka ndodhi, është veç një film Hollywoodi, veç në ata 4 orë. Tash, nëse shohim tash rrugën timen e tij, për 10 vjet që ka qenë klient dhe ka investuar çdo vit punon me ekspert, si unë. Tash, askush nuk mendon se ai ka pas atë smundje. Askush, edhe pse I kena në këtë dokumentet e sendet. Rrugën që e dërgova, dhe me thënë shërimin e psikologjisë, shërimin e traumave, shërimin e gjëra, çdo gjë, fiziologjia e aty filloi të shëndoshet. Dhe me thënë, ku krejt s'kishim besim se ai mund shëndoshet, unë mbaj besimin pa marrë parasysh kush është klienti jem. Dhe me thënë, ti kur ke një ekspert si unë, që ka studiu shumë sende të ndryshme, dhe I bi gjithë këta informata për shërimin tënd, edhe ti investon atë. Atë që ne, si zakonisht e çmojmë atje për paranë, se duhet punojmë e fitojmë. Themi, po. Ti kur vazhdon në atë rrugë, krijon një psikologji gadal të re. Me ndryshimin e psikologjisë, fiziologjia ndryshon. Me ndryshimin e emocioneve ndryshon. Tash pas 10 vjetëve, ajo është bërë tash direktor në një ndër firmat e naftës dhe gasit, po gjithashtu I promovon gjithë librat e mi, gjithashtu më dërgon klienta, gjithashtu më vinë t'japi, domethënë, rreth tavolinës të CEO-ve një fjalim për tema të ndryshme që ata kanë probleme. Fillim I ri. New beginning. New beginning. Do me thënë, shumica neve nuk kena dikend afër nesh që mund të na japë një vizion të ndryshëm të jetës tonë. Po. Ne mësojna se si e shohim veten. Do me thënë, ajo është gabimi I parë që shumica njerëzve bëjnë. Që e bëjmë. Do me thënë, nuk duhet të mësohemi se si e shohim. Korrekt. Duhet ta lëmë të rrjedhën ajo. Kur ne çfarë çka duam, do me thënë, nëse ti vjen atje ku thua, okay, jeta ime është katastrofë. Okay, çka bën? Me atë. Cili është hapi I parë që duhet ti ta ndryshoj jetën? A do shkosh në trajnim, a do fillosh me një ekspert, a do kesh një terapi ose, do me thënë, ka shumë sende që njeriu mund bëne të ndryshon çdo aspekt të jetës. Edhe unë si ekspert I sjelljes, do me thënë, e shoh çdo aspekt të jetës dhe fillojmë të shohim se ku janë problemet kyç të ai njeriu. Do me thënë, ajo gjendja mendore, emocionale, as ka strategji, as ka plan, as ka proceset, as ka teknologjinë, varet se çka është. Unë do doja një pyetje Ose komunikimi. shumë shkurt. Jo, sepse na duhet një kohë shumë të gjatë e emisionit për të diskutuar shumë tema, sepse as nuk u bazuam në skenar, sepse thjesht na rrodhi. Unë do doja të pyes, ne si shoqëri shqiptare, në përgjithësi, nuk e kemi egoizmin të theksuar. Por në vedi ndoshta e kemi.
por nuk e kemi të theksuar, sepse gjithmonë përkushtojmë për familjen, për mirëqenjen e të tjerëve, flijojmë për vetvetes për të rregulluar çdo gjë. A duhet të jemi egoist apo jo? Okej. Ka shumë sede që mi thaje, se duhet t'i përcaktoj edhe një orë. për Jo, shembull. e ku fjalën Së pari, shkurt. edhe ajo që ne bëjmë për familjen është egoizëm, gjithashtu. Edhe ajo që e bëjmë është Edhe ajo që egoizëm. është egoizëm. Do të thënë, egoizmi ka dy anë. Unë i thom njerëzve, si zakonisht njerëzit që më shohin kur punoj me klienta disa herë, jam hapët. Unë shkruaj në tabelat mëdha dhe filloj të vizatoj. Domethënë, ta kuptojmë nga ana e vizatimit se çka janë këtu thënë. Edhe kur e sqaroj egoizmin, unë vizatoj një dru. Edhe egoizmi është ajo pjesa kryesore e drurit. Domethënë, rrënjët, gjithë ushqimi që vren prej tokës, përmes drurit ata vijnë të degët dhe të pema, edhe të frytet. Egoizmi është gjithë ajo, nuk është veç një gjë e keqe. Po i ka të dy anët. Domethënë, njësoj se cilin ujk ne ushqim, atë mirin ose të keqin. Egoizmi janë të dyja së bashku. E bukur shumë. E mrekullueshme. Trungu i drurit më pëlqen shumë. Mua më vjen shumë keq sepse jemi edhe në minutat e Jemi, fundit po. edhe jemi të kufizuar, por unë do doja që do një ditë të paktën ku ju gjej më shumë kështu. Toni, të ne flasim, zakonisht ku jemi ata gjendemi që më shumë. flasim më së shumti, mirë po me të vërtet sot Sot e ale vulosëm, po, pa po sepse fjalë. dëgjojmë edhe mësojmë shumë leksione në Ashtu. videa jon, po zbërthejmë disa gjëra, disa tipsa që si kemi patur diku. Unë u përgatitem mendërisht që sot do ta kemi një seancë terapeutike dhe ashtu u bë dhe u frymëzova, ka shansa që do ta filloj ndonjë biznesi dhe do ta lë punën në moderim, asnjëherë nuk të lë vetëm, nuk të lë vetëm. Mund t'i bësh të dyja. Pikërisht. Kemi 24 orë, kemi mundësi për shumë gjëra. Por unë vetëm dua të them Toni që normalisht jam në fazën e një ndërtimit të një jete më ndryshe, të një profilizimi kështu të themi të karakterit tim, normalisht sepse jam sigurisht në një moshë pak më të re, mirë po të gjitha gjërat që i theve pak a shumë unë i mendoj në si të them në formimin e një jete sa më pozitive dhe mendime kritike dhe konstruktive të asaj, mirë po një rrugtim kemi të shumë të gjatë dhe shumë faleminderit që erdhe sot Shumë faleminderit me ne në Toni, studio. jetë gjatë, e Faleminderit që lumtur gjete edhe kohë. reflektosh gjithandej kudo që të shkosh. Amin, edhe për juve edhe për shoqërinë tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit.